E ka mbyt nanën me 2 fëmijë, e 2 qikat plagosme. Gjymtyrët e trupit që konë krejt një pjesë aty një këtu. Në vijën e frontit, Milazim Delia pa dhimbjen, plagët, sakrificën e humbjen e bashkëluftëtarëve të tij. Në gjetin indeksin në rrahën, ma e gjenë në rrahën shumë, e në verdubra, erdhë lypë ndim. Asë vetë si kësha di qëfar plagët madhe ka pas. Për me lëshu ka dalë, unë e kam qitë dorën. Ka një dora moshnije, krejt gropë aty. Kur për isha dërë shuk tjera aty, nëse për plagë, e mërshin frim e ngërhashin. Kena prej druna, ka 2 metra druna, qebet kuajve, në sigjima me tela, i kena lidhë, i kena qitë kështu në krah, i kena qu për Shqipni. Në krah i kena qu? Në krah. 8 ditë, 8 netë. Që kjo udhëtim ka qenë? Udhëtim i gjatë. Me një hilë shqerë, kukër. Kujna orë të në Calabreg, lullat e bagrejnave. A besën me grosh kemë hangë lullat e bagrejnave. Por gjinin që ta këmë dhonë, tha, a përren, tha, me neve që tu. Tash njën të lutëm, të këmë njën, kur s'ta këmë këthuj fjallin, që tu du me ta këthuj, tash. Nuk mu i thash, ja këmë dhonë bezën, ju më betu, me dhonë jetën për këtë vend, për këtë tu. Kuajt, s'ka vend, jo duhet, edhe ja qitët. Pas mu ishte me lidhë që onë të në temë rëstrëngë në furt. Qa që kone ronë, i të jetë gjatë rrugës, orzu kari. Fatë mirësisht për një 20 metra i shra një farkershi që ta ishë nalë. Po më shemë unë, tha, a quhet i dekmja, po që i ka i dekmja, dhe shpo. Ma të e gjishaj të thonë. Po tha, ka s'kanë vra shkita, edhe ja boni në mushi, tha, janë i qeftelinja, tha, instrumentet edhe thuja një kongës.